Jemi sërish në kanalin e parë të Radio Tiranës, në emisionin e vetëm ekonomik në Radio Televizionin Shqiptar, flasim për ekonominë. Unë jam Bardi Sejdarasi dhe do të jemi për rreth 60 minuta, pikërisht në minutat e këtij emisioni, për të folur për çështje të rëndësishme që i kemi lajmëruar dhe në fund të emisionit të martës së kaluar. Flasim për ekonominë. Fokus. Ngjarja kryesore ekonomike e ditës. Fokus. Unë kam lajmëruar dhe të martën e kaluar dhe në televizionin shqiptar dhe ditën e njëjtë që mbas shumë përpjekjesh, mbas negociatave së shumta me stafin e Bankës së Shqipërisë, pa filluar emisioni vazhdojnë të vinë mesazhet, po do t'i përgjigjem edhe një herë. Të kem mundësinë që të kem përfaqësues të Bankës së Shqipërisë në studion e Radio Televizionit Shqiptar, në studion e kanalin e parë të Radio Tiranës, po dhe më pas në transmetimin tonë në kanalin e dytë të Radio Televizionit Shqiptar. Nuk kam patur ndonjë arsye të veçantë, nuk kam patur rast ndonjë këshëri të dukshme, por kam patur profesionalizmin që ekspertët e shkëlqyer dhe të maturuar të Bankës së Shqipërisë të jenë pjesë edhe e komunikimit me publikun. Nuk kam patur asnjë dëshirë që të kërkoj titullarin e Bankës Qendrore, sepse unë e di se si funksionon guvernatori i Bankës Qendrore, unë e di se si funksionon dhe çfarë status ka ai dhe ku duhet të raportojë dhe si raporton. Por ama antar të Këshillit Mbikëqyrës, drejtor të Bankës së Shqipërisë, drejtor departamenteve të Bankës së Shqipërisë, sigurisht që mund të bëheshin pjesë e bisedës në studio, madje pse jo dhe e debatit. Dhe kjo ka qenë arsyeja që për një periudhë jo më pak se 6 muaj kam shkruar Bankës së Shqipërisë për të kërkuar pikërisht përfaqësuesit e saj. Kjo është e vlefshme për antarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Unë duhet t'ju them që në shumë vende të botës antarët e Këshillit Mbikëqyrës shkruajnë, komentojnë, debatojnë, pavarësisht atyre që thonë në vendimarrjen që kanë në drejtën e tyre ligjore në Këshillin e Mbikëqyrës, por ama ata komentojnë edhe vendimet e Bankës Qendrore, komentojnë edhe vendimet që lidhen pikërisht me politikat e bankave qendrore kudo. Kjo është arsyeja që unë e kam titulluar emisionin e sotëm Kur flet Banka e Shqipërisë, sepse është një partner i jashtëzakonshëm për median, është një aktor i rëndësishëm në treg dhe siç do ta shihni edhe gjatë këtij emisioni, ka një pozicion dominant për sa i përket pikërisht qëndrimit që mban sipas ligjit si këshilltare ligjore e qeverisë shqiptare në 3 dekada, që nga momenti kur është krijuar ligji për Bankën e Shqipërisë. Kështu që ne do të vazhdojmë pikërisht me emisionin Kur flet Banka e Shqipërisë. I ftuar në studio. Flasim për ekonominë. Kam nderin dhe kënaqësinë që mbas kësaj hyrje një çik të gjatë, po për ta shpjeguar dhe për ata që na ndjekin, të kem përballë meje një mik të vjetër timin dhe të medias gjithësisht, që është Altin Tanku, drejtori i departamentit të kërkimeve në Bankën e Shqipërisë. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, ju falenderoj. Altin, ne do të flasim së bashku. Un kam bërë një ndryshim që rrallë e bëj, po e kam bërë për të plotësuar dhe kërkesën e zyrës së shtypit të Bankës së Shqipërisë. Nuk kam editorial, zakonisht kur kam të ftuar, unë përpiqem që për 1 minutë, 2 minuta deri në 3 minuta të kem mundësi që të tregoj për ata që na ndjekin, për dëgjuesit dhe shikuesit e Radio Televizionit Shqiptar, se ku do fokusohem dhe se çfarë do të themi dhe t'i ftoj ata pastaj më pas që duke qenë se ky është emisioni drejt për drejt, kanë mundësi të telefonojnë në numrin 04224705, po edhe të dërgojnë mesazhe në celular në numrin 068 21 20 888 me qëllim që biseda të bëhet sipas interesave të tyre, sipas kërkesave të tyre. Të gjithë mund të ndjekin tani në kanalin e parë të Radio Tiranës, po mund të ndjekin gjithashtu edhe ditën e njëjtë në orën 19:45 në kanalin e dytë të Radio Televizionit Shqiptar për të parë edhe për të ndjekur dhe përgjigjet e një prej njerëzve të njohur dhe të vlerësuar në Bankën e Shqipërisë, siç është edhe Altini. Altin, ne do ta fillojmë, unë do të kem më pas edhe disa njerëz që po shoh tani që më shkruajnë, sepse kam folur me ekspertë dhe specialistë në fakt që njohin sistemin bankar, po që njohin edhe politikat e bankave qendrore, siç është për shembull Don Babameto, është një ekspert i njohur bankar, siç është Fioren Trushi, që është edhe ekspert i tregut, po edhe kryekonomist, po edhe Kriton Vaso, që është një ekspert bankar, janë të tre miqtë e mi, miqtë e emisionit. Për fatin ton të mirë, njëri ndodhet në Kanada, tjetri ndodhet në Budapest, po gjithsesi ne do të kemi mundësi që të komunikojmë me ta për të marrë, dhe unë e shoh që nga ky moment po fillojnë të më shkruajnë, siç duket nga që radio janë ndiqet direkt, po fillojnë të më shkruajnë. Le ta nisim së bashku për të bërë, siç e thash, një bashkëbisedim, sepse më intereson që të kemi përgjigjet që janë brenda edhe
targetit që ka Banka e Shqipërisë. Pra, unë nuk kërkoj asnjë gjë jashtë asaj që lejon ligji dhe jashtë asaj që lejon edhe pozicioni që ka Banka e Shqipërisë. Po jam i detyruar që t'ju pyes, siç e thash, për rolin e Bankës së Shqipërisë, rolin ligjor të saj si këshilltare ligjore e qeverisë për sa i përket ruajtjes parametrave makroekonomik. Po ajo që është më e prekshme dhe më e dukshme, sidomos kohët e fundit dhe Departamenti i Kërkimeve sigurisht që ka informacion të plot për këtë, ka të bëjë me inflacionin, ka të bëjë në tërësi me inflacionin e importuar të brendshëm dhe të jashtëm, po pastaj edhe me një gjë specifike që lidhet sidomos me rritjen e pagave. Pra, çfarë ndikimi i jep pikërisht rritja e pagave, një vendim i madh tashmë nga qeveria shqiptare, ende i pa ekzekutuar për arsye të ndryshme, por që duhet të konsultohet, mbasi është konsultuar dhe me Bankën e Shqipërisë. Kështu që çfarë flet Banka e Shqipërisë për sa i përket ruajtjes parametrave makroekonomik, inflacionit dhe sidomos ndikimi që duhet t'i japin tani tutje pagat e rritura në Shqipëri në tërëguesit e shtëpive të konsumit. Pyetje shumë e drejtë. Dhe që vlen të diskutohet në fakt. Jam i kënaqur që bëhet kjo pyetje, sepse me sa vëre unë, kur bëhet ky diskutimi mbi pagat, mbi inflacionin, jo në këtë rast, po flas në përgjithësi sa herë që ka diskutim për pagat, diskutimi ngjelet vetëm tek pagat, që është pjesërisht i plot, sepse pagat lidhen me produktivitetin, pagat lidhen me shpenzimet, mënyrën e financimit të tyre, buxhetit e më radhë. Dhe të gjithë këto element dhe elementë të tjerë, të cilët janë pjesë e shpjegimit të natyrës së pagave dhe impaktit të tyre në ekonomi, luajnë një rol të rëndësishëm. Pra nuk duhet të mbeten jashtë. Pra kur flasim për pagat, nuk është informacioni plot, nuk është diskutimi plot. Të kthehemi tek diskutimi konkret. Në fakt, Banka e Shqipërisë e kryen, siç e thoni ju me të drejtë, rolin e këshilltarit të qeverisë dhe kjo ndodh para syve të medias. Kjo ndodh në aktivitetet kombëtare apo ndërkombëtare, kjo ndodh edhe në institucione të ngritura, të cilat janë punojnë së bashku për politikat ekonomike, makroekonomike të stabilitetit financiar ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave. Dhe aty trajtohen në mënyrë të plot me argumenta shkencor, argumenta diskutim, analiza të plota, të gjitha fenomenet që kanë të bëjnë. Kjo është detyrë funksionale besoj e bankës dhe madje edhe institucioneve të tjera, se kanë parasysh Ministrinë e Financave, Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, deri tek autoritetet që kontrollojnë edhe parandalojnë pastrimin e parave, janë pjesë e një mekanizmi. Kanë parasysh për shembull deklaratën e kërcënimit financiar, po të gjithë aktorët janë aty. Janë pjesë e të gjithë të themi ambientit të përgjithshëm makroekonomik dhe financiar. Tani pyetja në vetvete, a do të ketë ndikim në inflacion apo jo? Në aspektin, nuk do të thosha teorik, por në aspektin e përgjithshëm. E kuptoj. Pyetja fundamentale është, rritja e pagave do të shoqërohet me rritje të produktivitetit? Pra, në qoftë se rritja e pagës shoqërohet me rritje të produktivitetit në ekonomi, atëherë efektet janë vetëm pozitive. Ato nuk shfaqen në inflacion, për arsyeën sepse shfaqet një kohë që paga rritet njëkohësisht edhe prodhimi, ai që ne i quajmë diku rendimenti në ekonomi dhe impakti është negativ. Madje ekonomistët nganjëherë thonë që të ketë rritje produktiviteti që të shkosh në rritjen e pagave, sepse e stimulon. Natyrisht, pra këto duhet të shkojnë dora dorës në mënyrë që të mos kenë impakt. Një element tjetër shumë i rëndësishëm diskutim është si do të financohet rritja e pagave. Pra, ajo që luan rol të rëndësishëm në ekonomi dhe e bën një politikë fiskale apo qoftë edhe monetare, inflacioniste, është kur paraja ose shpenzimet rriten më shpejt nga çka mundësi të përballojë ekonomia. Pra, si do të financohet rritja e pagave? Në dijenin time më të mirë, me sa e njoh unë fenomenin, qeveria thotë që rritja e pagave nuk do të shoqërohet me shpenzime të përgjithshme. Pra, kjo nuk do të ndikojë parametrat fundamental të deficitit të politikës fiskale të shprehur në deficitin buxhetor, borxhin apo edhe në shpenzimet qeveritare. Rrjedhimisht, e thënë në këto kushte, nëse do të mbetemi në këto kushte, atëherë nuk pritet që rritja e pagave të ketë ndikim në ekonomi. Kur flas për ndikim fundamental. Do të thënë, edhe lëvizja e zero brenda buxhetit natyrisht ka disa ndikime në GDP apo në të themi në
përfundimin ose në rezultatin ekonomik, por nuk pritet që ketë ndikime të qëndrueshme në inflacion. Një element tjetër shumë i rëndësishëm që diskutohet, qoftë në teori, po qoftë në praktik, ka të bëjë me faktin cilat janë efektet e raundit të dytë, në kuptim çfarë efekte ka kjo në tregun financiar apo edhe në tregun e përgjithshëm në ekonomi, në tregun e punës, të themi. Në qoftë se rritja e pagave në një sektor të ekonomisë bëhet shkak për rritjen e pagave në të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë, pra bëhet të themi si ai roli ortekut, atëherë natyrisht kjo mund të çojë në atë të quajtur në spirale paga inflacion. Në fakt aty kemi folur vetëm për rritjen e pagave në sektorin buxhetor. Pra rreth 135.000 afërsisht janë total ata që përfitojnë nga 2 ligje dhe nga vendimet në vijim, të cilat ende nuk janë zbardhur, por janë 8 vendime të Këshillit Ministror. Kështu që ju thoni, a mund të japim këto presion ndaj sektorit privat? Ajo që kuptoj ose çfarë shikojmë ne në analizën tonë në Bankën e Shqipërisë është që në fakt tendencat për rritjen e pagës, presionet mbi pagat ka nisur fillimisht në sektorin privat. Pra, të gjitha ato që neve flasim, lëvizje demografike, emigracioni, rritja e kërkesës në ekonomi për punë, sepse kanë filluar sektorë të rëndësishëm, po themi si turizmi, të zgjerohen ndjeshëm, bujqësia apo sektorë të tjerë, kanë ushtruar presionin në sektorin privat fillimisht. Rrjedhimisht më duket sikur ndoshta ka nisur tek sektori privat dhe përcillet tek sektori shtetëror dhe jo anasjelltas. Kështu që edhe nga ky këndvështrim, në fakt sektori privat, po ta shohësh mesatarën shfaqare, ka gjithmonë ritme të rritjes më të larta se sa sektori publik, po sepse pagën minimale kështu me radhë. Ashtu, sepse praktikisht ka lëvizje thelbësore, fondamentale në tregun e punës të reja. Pra kërkesa për punësim është rritur. Oferta e punës nuk është ajo që ka qenë. Domethënë përfshir këtu zhvillimi demografik të shoqërisë shqiptare që nuk është më aq e re, ose që është e re por që pritet që të mos jetë më aq e re në të ardhmen, emigracioni e tjerë kanë. Ky efekt i presioneve inflacioniste, pra që vjen nga ky shkak që thamë dhe nga pagat, e ul efektivitetin e lëvizjes politikës monetare të bankës apo pra çfarë ndikimi ka, sepse banka është e detyruar që ta mbajë të shtrënguar pjesën e vet sepse ka detyrim ligjor mbajtjen e parametrave makroekonomik. Ka një, në fakt unë do të thosha, do ta vendosja një çik ndryshe. Nuk e prek efektivitetin e politikës tonë monetare, por mund të nxjisë politikën monetare të veprojë më shpejt ose më fuqishëm. Pra nëse tani kemi një normë interesi të caktuar të politikës monetare, në qoftë se do të ketë presion inflacioniste, Banka e Shqipërisë detyrohet të arrisë këtë normë përtej nivelit aktual, dhe në qoftë se presionet janë të mëdha, siç ishin në fillim, në fund të vitit 2022 dhe në fillim të vitit 2023, atëherë të hedhë dhe hapa të mëdhenj, në kuptimin ne lëvizim zakonisht në mënyrë të kujdesshme me 0.25 pikë përqindje ose 25 pikë bazë, që themi, por në momentet caktuara kur presionet inflacioniste janë të mëdha, lëvizet edhe me 50 pikë bazë, domethënë ose 0.5%. Është një lloj metodologjie apo një lloj praktike e ngjashme me Bankën Qendrore Europiane apo me Federal Rezervë, besoj, sepse kështu funksionon në momentin që autoriteti mbikëqyrës kërkon që të ruajë stabilitetin e çmimeve. Ky është detyrim. Nëse presionet janë shumë të larta, atëherë përgjigjja nga banka duhet të jetë e lartë. Patëm një dukuri interesante të paktën këto 2 muajt e fundit që presioni që vinte për shkak të çmimeve të importit ishte më i ngadalt apo më pak i dukshëm se sa presioni që vinte nga çmimet e brendshme të shërbimeve dhe të produkteve. Dhe banka u duk sikur frenoi për një moment, duke e mbajtur në të njëjtin nivel në bazë të interesit. Por ka tregues të tjerë tani që thonë që Banka e Shqipërisë është detyruar që të pasqyrojë pikërisht treguesit e rinj që vijnë qoftë edhe nga presioni i çmimeve të brendshme. E drejtë. Shiko, ka një vendimarrja e politikës monetare ka mbrapa një analizë shumë të gjerë. Që e njohin pak veta, duhet të. Që e njohin pak veta, fatikisht. Ajo është e gjitha e publikuar në faqen e Bankës së Shqipërisë. Domethënë, këtu ka studime mbi 15 vjeçare, jo që janë 15 vjet vjetra, por 15 vjet periudhë që të fokusuar të dedikuar në monitorim për inflacionin, aktivitetin ekonomik, tregun e punës dhe të gjithë treguesit e tjerë. Kjo është arsye që thash ka ekspertë specialistë motoruar, se unë nga që e ndjek Bankën e Shqipërisë jam detyruar ta pranoj këtë. Po. Dhe praktikisht kjo analizë e mbështetur pastaj me analizat e bëra çdo muaj nga ekspertët e Bankës së Shqipërisë dhe mëtej nga diskutimet e bëra nga Këshilli Mbikëqyrës, arrin në konkluzionin
që shfaqet në konferencë për shtyp të dhënë nga guvernatori. Nëse do rritet apo jo? Dhe herën e fundit, jo herën e fundit, por në një nga mbledhjet, kur guvernatori prezantoi rritjen e normës interesit të fundit, Banka e Shqipërisë, guvernatori u shpreh që ne mendojmë që niveli aktual i normës interesit është i mjaftueshëm, bazuar në presionet inflacioniste dhe parashikimet tona. Është i mjaftueshëm që ta ulë inflacionin në mesin e vitit 2024. Rrjedhimisht Banka e Shqipërisë, një target që ju e keni patur për vitin, e vërtet. Dhe në qoftë se Banka e Shqipërisë nuk pret që të ketë rritje të presioneve, presione të reja të evidentuara në treg, atëherë norma do të mbetet. Arsim sa ndërpres se erdhi mesazhi i parë nga Budapesti. Me shumë kënaqësi. Nga Budapesti Fiorenti shkruan që a ka në plan Banka e Shqipërisë të publikojë parashikimet e saj mbi inflacionin dhe rritjen ekonomike? Nëse po, sa janë këto parashikime, thotë kryeekonomisti? Pyetje me shumë vend. Gëzojmë shumë që bëhet kjo pyetje. E bën Fiorenti Rushi. Falenderoj Fiorentin. Në fakt banka i publikon parashikimet, por unë do thosha ka dy parashikime. Një parashikim është ai që bëhet sa do të jetë norma e inflacionit sot, dhe guvernatori është shprehur në një nga fjalët e veta, ka thënë që nëse nuk do të kishim ndërhyr, norma e inflacionit do të ishte 4 deri në 5% më e lartë se norma që neve kemi. Me fjalë të tjera, nëse do të parashikonim, nëse do të publikonim atë parashikim, nuk do të ishim të saktë. Pse? Banka e Shqipërisë publikon parashikimin i cili merr në konsiderat edhe ndërhyrjen e saj nëpërmjet normës bazë të interesit. Pra, nëse Banka e Shqipërisë pret që norma e inflacionit të jetë përmbi 3%, 12 muaj nga sot, dhe ndërhyn duke rritur normën e interesit me 25 apo 50 pikë bazë, natyrisht kjo rritje e normës interesit do ta ul vlerën e inflacionit të parashikuar, dhe banka paraqet atë parashikim i cili përfshin ekonominë plus ndikimin që norma bazë interesit, politika monetare ka për mbi inflacionin. Dhe kjo përkthehet në faktin që 12 muaj nga sot, në mesin e vitit 2024, norma e inflacionit do të jetë e barabartë me 3%. Pra ky është një parashikim i cili përfshin ekonominë dhe ndikimin pozitiv që do të japi politika monetare e Bankës Shqipërisë. Pra në një farë mënyrë mund ta quajmë një parashikim. Një parashikim. Po dal prapë sepse e shoh që më vjen shumë mesazhe, kam një mesazh tjetër tani, po personi që më shkruan nuk është ekspert në fushën bankare ose financiare, po thotë jam ekspert në eficiencën e energjisë, quhet Arben Gazheli. Unë po e lexoj pyetjen e tij sepse duhet ta respektoj. Jemi të interesuar të dimë nëse banka mendon se qeveria mund të rrisë pagat e administratës apo jo. Mundësia nuk kupton aftësitë e qeverisë, por jo vetëm, por mundësi edhe të ekonomisë për përballuar patronditë të mëdha, një rritje rrogash në të gjithë sektorët, publik dhe privat. Mbase ju ka dëgjuar të pjesa që bëm më pas edhe bën këtë pyetje. Mund të japim një përgjigje zot Gazheli? Po, patjetër. Do të thënë ajo që u përpiqem ne që të thoshim duke diskutuar është fakti që nga çfarë kuptojmë, siç është e hedhur në letër, duket sikur ekonomia do të ketë kapacitet ta absorbojë këtë rritje pagash, sepse nuk presim rritje të shpenzimeve në përgjithësi. Është brenda kuadrit të shpenzimeve të parashikuara. Koha do ta tregojë. Megjithatë i garantoj dëgjuesit që në momentin që presionet inflacioniste do të duken, do të jenë evidente dhe do të rrezikojnë objektivin e inflacionit, Banka e Shqipërisë do të reagojë nëpërmjet politikës së vet monetare apo instrumentave të tjera. Këto instrumentat e drejt për drejt apo indirekt, sepse këto janë instrumente bankës vërtet. Për të garantuar stabilitetin e çmimeve, që është objektivi numër 1 i saj. Pyetje ka shumë, prapë i drejtohem një pyetje që vjen nga Budapesti, sepse e shoh me interes. Edhe vazhdojnë pyetje të tjera, e shoh që ne flasim po pyetje po shkruajmë. Mund të them diçka në lidhje me shumë shkurt, në lidhje me parashikimet. Dua të theksoj një gjë, që parashikimet e Bankës së Shqipërisë me të drejtë publiku mund të pyesi, domethënë për të gjithë treguesit ekonomik, kanë një karakter të ndryshëm nga parashikimet ndërtuara për të dhënë informacion apo për të rritur të ardhurat e buxheteve personale. Këto janë parashikime të karakterit makroekonomik, të fokusuara kryesisht në tendencat e zhvillimit të treguesve kryesor, siç është çmimet, GDP-ja,
apo tregues të tjerë të sektorit të brendshëm dhe të jashtëm. Këto ndryshojnë në vetvete nga parashikimet e atyre ekspertëve financiar apo të ekonomistë të cilët janë të fokusuar tek rritja e të ardhurave të familjeve apo të është një nivel më mikro. Është një nivel mikro, niveli i Bankës së Shqipërisë është makro dhe si i tillë ndoshta shumë njerëz nuk po them pa dashje, e keq kuptojmë, po duke mos e pasur këtë mikro përpiqen të përdorin informacionin makro. Informacioni mikro është shumë herë më frekuent, fokusohet jo vetëm në atë që pritet të jetë një vit nga sot apo një vit e gjysmë nga sot, po fokusohet edhe në nuhatjet dhe tendencat që ndodhin qoftë brenda javës, brenda ditës, brenda muajit të ardhshëm në mënyrë për fituar. Pra, janë dy karakteristika të ndryshme. Kemi edhe një pyetje tjetër Altin, sipas studimeve të Bankës së Shqipërisë, sa mendohet se është norma neutrale e interesit? A mendon Banka e Shqipërisë që me ciklin aktual të politikës monetare do të arrihet kjo normë neutrale dhe kur? Profesionale janë, unë po e lexoj pyetjen sepse me të drejtën ka njerëz që e kuptojnë, po edhe për të gjithë të tjerët e prapë të detyruar që të shpjegojmë diçka. Kjo është arsye. Po. Ideja është që ekonomia vet ka një normë e cila e mban atë në ekuilibër. Dhe kjo është norma natyrale e interesit që shprehemi. Një mënyrë në fakt për ta kuptuar këtë është duke u nisur nga objektivi i Bankës së Shqipërisë, duke parë dhe normën mesatare të interesit. Pra unë po bëj tani një shpjegim të thjeshtëzuar naiv. Po patjetër, për një kategori më të madhe të gjithë. Për të kuptuar të gjithë. Pra, domethënë, duke marrë parasysh objektivin që është 3% dhe duke marrë parasysh diapazonin që ka qenë 6.25 dhe 0.25, pra diferenca ndërmjet këtij mesatarës së diapazonit, po themi, ose unë do thosha medianës së diapazonit. Medianë e përdoret, kështu e përdorim ashtu. Dhe objektivi i Bankës së Shqipërisë mund të merret parafrimisht si norma natyrore e interesit. Ka studime, është vështirë që të jemi të sinqertë për të arritur në një konkluzion të plot, sepse dhe statistikat këto janë në Shqipëri. Këto janë në Shqipëri. Po janë më të mirë se gënjeshtra ato në shprehje. Dhe një fenomen tjetër i rëndësishëm për Shqipërinë është që ne jemi një ekonomi jo në ekuilibër, ne jemi ekonomi që po konvergjon. Ne kemi zhvillime të vrrullshme të qofshin këto sektoriale, qofshin këto zhvillime të vrrullshme makroekonomike apo financiare, të cilat natyrisht nëpërmjet të cilave natyrisht ekonomia evolon dhe treguesit nuk janë, themi, detyrimisht të qëndrueshëm në një ekuilibër janë të qëndrueshëm në ekuilibrin afatgjat, po nuk janë ato ekuilibra siç janë për shembull në ekonominë amerikane, që është një ekonomi e maturuar dhe që nuk pritet që të ketë, të themi, zhvillime të qëndrueshme. Ne po konvergojmë, ne kemi nisur nga një nivel i ulët të ardhurash dhe duam të shkojmë në nivelin 30-40.000 të ardhura në vit, që është ekonomia e eurozonës. Kur të na vi koha jon, dhe gjatë gjithë këtij procesi edhe treguesit fundamental makroekonomik, ato që ne i quajmë të themi norma e ekuilibrit e interesit, të themi, ose natyrore e interesit, natyrisht do të ndryshojnë dhe do t'i afrojnë gjithmonë më shumë atyre të ekonomisë europiane. Altin, ne kemi një rregull në emision që në momentin që kemi një telefonat e ndërpresim dhe e fusim telefonatën që dëgjojmë. Unë kam një nga ekspertë e njohur bankar që është edhe bashkëpunëtori i emisionit Flasim për ekonominë, dhe është Kliton Vaso. Edhe Klitoni nuk e kemi këtu në Shqipëri, po jemi detyruar që të lidhemi. Mirëmbrëma Kliton, dhe të falenderoj që u bërë përsëri pjesë e emisionit Flasim për ekonominë. Kam në studio Altin Tankun, që është drejtori i departamentit të kërkimeve në Bankën e Shqipërisë. Jam duke t'ju dëgjuar. Mirëmbrëma Bardhi, faleminderit për ftesën sërish, dhe mirëmbrëma të Altinit, kemi pasur rastin që të njihemi. Mirëmbrëma. Është e vërtet, me kënaqësi. Ja, kënaqësi që u dëgjuam të paku nga telefoni dhe nëpërmjet Bardhit sigurisht. Faleminderit, po të dëgjoj Kliton. Atëherë unë me thënë të drejtën ndoqja me shumë interes gjithë shpjegimet e Altinit. Në përgjithësi ndaj plotësisht, ose në pjesën më të madhe të atyre që Altini tha, i ndaj plotësisht. Sa i takon rastit konkret dhe diskutimit se si mund të ndikonte tek inflacioni rritja e fundit që qeveria ka shpallur për një tërë kategorish, jam mendimit që presioni inflacionisht do të jetë shumë i ulët për të mos qenë i pandjeshëm. Sigurisht besoj që qeveria në këtë rast ka qenë e matur dhe kujdesshme në gjetjen gjithashtu të fondeve, të mundësive financiare për ta realizuar këtë, por unë nuk do të lija edhe pa përmendur faktin që në rastin konkret kategoria ose fasha më e gjerë
e rrogave që do të rriten është kryesisht e rrogave të vogla, dhe rritja është atë tillë se unë do ta gjykoja në kufit e indeksimit, duke konsideruar sa ka qenë norma e inflacionit në vitin e fundit dhe sa rritet mesatarisht rroga atyre. Ndërkohë që rritja më ndjeshme duket të ketë në nivelet e larta deputet, ministra kështu me radhë, po. Në sektorin shtetëror. Dhe mendoj që njerëzit që do paguhen më shumë kanë harxuar, kanë konsumuar më shumë, kështu që nuk besoj se do të ketë një presion të madh nga ky drejtim. Ndërkohë që shpreh dyshim të vetme gjë në kundërshtim atë që zoti Tanku tha, që sektori privat ka mundësi apo që ka qenë deri diku iniciator i politikës së rritjes së pagave në Shqipëri, kam punuar në sektorin privat në Shqipëri për vitet e fundit. Një nga arsyet që jam larguar nga Shqipëria është pikërisht sepse nuk shihja më mundësitë të rritjes sigurisht në kuadër të pagesës, sepse kuptoj që edhe sektori privat, për mendimin tim, është duke përjetuar një krizë që nuk është shkaktuar vetëm nga politikat e qeverisë, po dhe nga gjithë ato evente të paparashikuara që ishte që nga tërmeti pandemia me radhë. Pra, në gjykimin tim ekonomia shqiptare nuk performon. Mendoj që dhe sektori privat i ka mundësitë e kufizuara për të rritur pagat e punonjësve. Dhe rrjedhimisht mendoj që nëse do të ketë presion inflacionist që do të vijë vetëm për shkak të faktit që Shqipëria është më tepër importuese se eksportuese mallash dhe shërbimesh. Kështu që besoj se në këtë drejtim edhe ajo që Banka e Shqipërisë dikon për momentin për të mos ndryshuar normën bazë interesit, për mua është brenda logjikës. Kliton, do të pyes edhe për një pyetje të shkurtër që kam interes vetë, se e shoh që tani po më shkruajnë prap nga jashtë vendit, është Genti Kuburi që më shkruan, është një analist i njohur që është dhe miku im. Po Gentin do të lexoj pak më pas, po të pyes për një çështje që lidhet me transparencën. Unë jam gjithmonë partizani i nevojës për të publikuar, për të shfaqur, për të debatuar, për të qenë pjesë e tryezave të debatit edhe të ekspertëve të Bankës së Shqipërisë, edhe të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, edhe të drejtorëve të Bankës së Shqipërisë, edhe pse e di që ka ca kufizime Digji Bankës së Shqipërisë. Ju si mendoni, ka nevojë për më shumë transparencë Banka e Shqipërisë, institucioni qendror monetar në Shqipëri? Unë personalisht jam person që gjithmonë mendoj që transparenca është në bazë, apo si më thon, bazë e mirë për të pasur zhvillim. Tek Banka e Shqipërisë, me thënë të drejtën, të e shoh pak. Paqja e website-it që Banka e Shqipërisë duket që ka dhe burimin kryesor të dhënies informacionit, është një faqe e vështirë për t'u lexuar për publikun, me thënë të drejtën. Pra duhet të kesh njohuri rreth financave publike apo politika monetare apo funksioneve të bankave qendrore të veçanta për të futur dhe për të marrë informacion. Mendoj që pjesa më e madhe e popullsisë e shqiptarëve nuk do të arrijë të merrte informacionin që donte. Në këtë kuptim, mendoj dhe do sugjeroja që të gjithë kolegët e Bankës së Shqipërisë, duke vlerësuar nga ana profesionale, e kanë mundësinë të dalin të shprehen dhe të bëjnë një nga gjërat më të mira që mund të bësh publikun sot, informacionin. Sa më transparente Banka e Shqipërisë, aq më efektive tek e fundit do të jenë edhe politikat monetare që Banka e Shqipërisë ndërmerr, dhe aq më të shpejta do të jenë reagimet që gjithë zinxhiri ekonomik do të ketë. Sigurisht transparenca në gjykimin tim rrit në mënyrë të ndjeshme edhe performancën e sektorit privat. Sektori privat që përgjithsisht është më informuar dhe më i edukuar nga ana financiare, qyti ka tek Banka e Shqipërisë, janë në gjendje grupet e interesit të lexojnë dhe të përkthejnë informacionin që mund të marrin nga Banka e Shqipërisë dhe më pas ta vënë atë në zbatim të politikave të veta mikro të ndërmarrjeve të tyre. Fatikisht këtë gjë nuk e shoh tek Banka e Shqipërisë. Rasti më flagrant ishte debati i fundit që lidhej me euron dhe me zhvlerësimin e saj. E di Kliton që dhe unë bëra shumë zhurmë atë debat, besoj nuk e ndjek. Dhe vazhdoj të mendoj që Banka e Shqipërisë, pavarësisht se ç'rol ka ligjor në kuadër të drejtimit të kursit të këmbimit apo jo, duhet të ishte më prezente për të qetësuar opinionin publik, për t'i vënë fre ndoshta edhe në spekulimin, mbas edhe ne që flasim si ekspertë spekulojmë ndonjëherë, por këtë bëjmë në faktin që nuk kemi shifra. Pra, në gjithë të kohë, në debatin lidhur me euron, ne kemi pasur vetëm disa shkrime investigative këtu aty të disa portaleve që japin disa shifra. Unë për veten time as i kam pranuar as i pranoj, edhe pse mund të kem mendimin tim për këtë gjë.
do vjen keq ta them, do abuzoja po thosha se sa mendojnë që do të ishte inputi hyrja e eurove në Shqipëri, prandaj nuk e them, dhe sigurisht do ta vlerësoja shumë nëse Banka e Shqipërisë që ka të gjithë instrumentat për të marrë informacion, të informacion ta ndajë në mënyrë të sinqertë me publikun. Dhe një rekomandim të vetëm që kam për Bankën e Shqipërisë është që me të vërtetë është këshilltare ligjore e qeverisë, por po ta marrim në gjuhë popullore, duhet të ishte frena e dorës së qeverisë, që në shumë raste nuk e shoh që ta bëj. Altini po dëgjoj, kështu që do ketë nevojë të flas. Ja, vetëm nuk e di nëse më ndjek direkt apo do të qëndrosh te telefoni apo do të dëgjosh nga kanali radio. Si e ke më mirë, Kliton? Unë më mirë kam nga kanali radios nëse të Ja, po dëgjoj atë Altinin shumë shkurt sepse Gent Kuburi Smalerat po vazhdon të shkruajë gjatë. Shumë shkurt atë. Ju uroj gjithë mirë. Faleminderit. Të falenderoj shumë për gjithë komentet, i vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Do them dy fjalë në fakt në lidhje me transparencën. Në fakt, jo se vi unë nga Banka e Shqipërisë të them se janë te Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë në kuadrin e bankave qendrore, sipas metodologjive të bankave qendrore, vlerësohet një institucion shumë transparent. Në vitin 2021, Banka e Shqipërisë ka marrë dhe vendin e parë sipas vlerësimeve nga Banka Qendrore e Austrisë që ndjek ecurinë monetare dhe transparencën financiare të gjithë bankave qendrore të Evropës qendrore dhe juglindore. Pra, ka një transparencë, por ka, siç thoni ju me të drejtë, një problem që është edukimi financiar i popullatës dhe ndoshta dhe i bizneseve. Dhe ky edukim financiar bëhet ndoshta nga ndonjëherë një barierë apo një pengesë për komunikimin, jo vetëm me website, por për komunikimin dhe me informacionin që rrjedh jo vetëm nga website, por edhe nga konferencat për shtyp apo diskutimet që bëhen mbi ekonominë dhe mbi financën. Është një çështje që banka e vlerëson jashtëzakonisht shumë dhe është në proces duke punuar në bashkëpunim dhe me institucione të tjera, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Arsimit, Agjencinë e Miqërisë Financiare dhe partnerë të tjerë për krijimin e një strategjie kombëtare të edukimit financiar. Që është munguar deri më sot dhe që është e nevojshme me sa. Që ne e kemi bërë, Banka e Shqipërisë e bën si institucion prej kaq vitesh, një fenomen që matet në mënyrë rigoroze dhe shkencore, por që ka ardhur koha që të bëhet një strategji, të mos jetë një strategji e Bankës së Shqipërisë më vete apo e Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare më vete, por të jetë një strategji kombëtare. Ky edukim financiar do të zhdukë edhe këtë gap. Duhet të pranojmë nuk e që bën, ashtu si doktori flet me një gjuhë të caktuar dhe Banka Qendrore duhet të qëndrojë besnik Altin, unë se vetë në dyshim këtë, po unë sigurisht që nuk duhet të bëhem më kritik në bankës në kuptimin që të vazhdoj gjithkohon kritikën, po duhet keni parasysh që kemi pasur një përvojë shumë të mirë me unë po flas që nga koha e dy brevionit edhe më pas. Se unë kam 42 vjet në këtë profesion dhe kam qenë edhe përpara gazetar dhe mbas 90-s. Ne kishim një përvojë shumë të mirë dhe krijoi një praktikë shumë të mirë me Bankën e Shqipërisë, që kishte të bënte me trajnimet e gazetarëve të ekonomisë. Unë jam sekretari i përgjithshëm i lidhjes së gazetarëve ekonomikë të Shqipërisë dhe në të raste them që pse gazetarët e rinj që dalin nga bankat e shkollës, ata që janë apat e para të gazetarisë ekonomike, të mos kenë mundësi ta marrin këtë informacion nga ekspertët e Bankës së Shqipërisë, sepse mund të lexosh website-in, edhe unë e lexoj, nganjëherë bile e kam vështirë, duhet ta lexoj 2-3 herë që të marr saktësisht, se unë them gjithmonë që djalli fshihet në detaj aty te ato argumentet e bankës. Edhe raporti guvernatorit gjithmonë ka një gjë nga mbrapa që duhet ta lexosh. Pse mos e ketë për shembull Banka e Shqipërisë këtë nevojë? Vetëm se ka ndryshuar emrin. Tani më në vend që të quhet trajnim, ky është një proces që ndodh në mënyrë të rregullt dhe që bëhet me gazetarë duke i ftuar ata në Bankën e Shqipërisë për të shpjeguar raportet e politikës monetare, mbikëqyrjes bankare, të stabilitetit financiar dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve që këta gazetar mund të kenë lidhje me këto materiale që Jo, tani ka një problem tjetër të madh. Unë për shembull kam 4 gazetare në televizion shqiptar, jam shef i redaksionisë ekonomike, asnjëherë nuk i ftojnë gazetarët e mi dhe kur vjen njoftimi që unë gjithmonë e kritikoj është njoftimi rekordov. Ajde ne thot po pa kamera. Në televizion nuk vije dot pa kamerë, se unë transmetoj dot asgjë. Unë duhet të vi që të transmetoj. Nëse është çështje e madhe, nuk është çështja juaj, në fakt është çështja e zyrës shtypit dhe e kabinetit guvernatorit. Uroj shumë që të më dëgjojnë dhe ta bëjnë këtë gjë sepse duhet bërë. Kjo duhet bërë. Po e bën shumë mirë tani shoqata e bankave të Shqipërisë me Spiro Brumbullin, sekretar përgjithshëm, dhe duhet ta thellojnë ata, po Banka e Shqipërisë e ka të nevojshme për shkak sepse ka një specifik në politikat qendërmerr, në mënyrën se si i referon këto politika dhe mënyrën se si ne duhet i transmetojmë. Unë nuk e kam probleme për të marrë raportet e Bankës së Shqipërisë, unë kam probleme se si gazetarët
e transmetojnë pikërisht atë se disa herë është gabim shumë i madh në ato që thuhen. Në raport me ato që thot banka, Këshilli mbikëqyrës dhe në ato raport me ato që dëgjojnë njerëzit. Ky është qëllimi. Prandaj kjo fokusohet si e tillë. Megjithatë, gazetarët janë të mirëpritur. Për shembull, ne nga ndonjëherë, me të drejtë thonë ju, por ne nga ndonjëherë, për shembull, kur bëjmë aktivitetet tona, javën e kaluar, të themi kishim një profesor të ftuar nga Rezerva Federale, Departamenti i Stabilitetit Financiar, i cili prezantoi një studim të tij në lidhje me çështjet e stabilitetit financiar dhe informacionet që ato japin për ekonominë. Edhe në këto raste mund të vinë gazetarë të dëgjojnë, domethënë, konkluzionet, rezultatet e kërkimit shkencor. Ato ndoshta janë të ndërlikuara, apo ato që thuhen në fund fare e përgjithshme. Konkluzonet janë mundsi. Kështu që janë të mirëpritur. Dhe në fakt çështja është shumë e rëndësishme sepse vim tek çështja e kursit të këmbimit shumë shkurt. Jo, do të vim më pas te kursi i këmbimit se tek transparenca të themi në lidhje mirë, ta lëm për më vonë. Ja, e kemi në skaletën tonë, po është bërë edhe një mbledhje me të gjithë aktorët që lidhen me këtë dhe kanë bërë disa ultimatume për qeverinë për Bankën e Shqipërisë, po do t'ju them më pas. Po i kthehemi që Kuburit se e kam lënë duke pritur siç duket në përgjigje. Thotë mirëmbrëma Bardhi, të lutem pyet Altinin. Si e mendon Banka e Shqipërisë që të ketë rënje të inflacionit kur financimi më i madh ka bankat në Shqipëri është në fushën e ndërtimit dhe real estate-it, të cilat historikisht janë mbrojtëse të mira ndaj inflacionit. Pra, duke financuar fuqishëm në këtë sektor inflacionar, si do të pritet rënja e inflacionit? Është pyetja e parë e Gent Kuburit nga jashtë vendit. Po, përgjigjja është e thjeshtë në kuptimin, pra, rritja e normës së interesit i bën kredit më të shtrenjta, e bën investimet më të shtrenjta dhe kjo pritet të ul kurbën e investimeve dhe konsumit në ekonomi. Dhe nëpërmjet kësaj, duke reduktuar kërkesën agregate, atëherë neve presim që inflacioni të bjerë. Do të thënë, ky është mekanizmi standard, në fakt nuk është se po themi diçka shumë të zgjuar apo diçka shumë specifike, ky është mekanizmi standard i cili është provuar empirikisht që në rastin e Shqipërisë funksionon. Kur flas empirikisht, qoftë kjo nga arsye të themi të studimeve dhe kërkimeve të 15 viteve të fundit, por dhe nga 6 muajt e fundit kur shikojmë që si rezultati i politikës monetare norma e inflacionit nga afër 8% ka zbritur në nivelin prej 4.7%. Unë mendoj që në fakt me që jemi në makro, impakti shprehet në të gjithë ekonominë dhe jo vetëm duke u fokusuar në sektor të veçantë. Pra ne shikojmë impaktin në të gjithë ekonominë. Po pyetja është kam po lexoj unë tani sepse kam pyetur e Don Babametos, më ka bërë shumë pyetje, një pjesë nga të cilat ne i kemi zëvruar, po duke qenë se kanë ardhur tani, përveç përgjigjet të mësipër nëse ju shërben të gjithashtu mund t'ju themi këshill për dëgjuesit, duke qenë se tema e diskursit tuaj është në diskutim tashmë. Është një pikë të rëndësishme që një monedë vendase të jetë fortë, jashtëarsyeshme, që kombinuar me presionet inflacioniste të larta, shpesh i paraprin krizave monetare që do të thotë një zhvlerësim e mundshëm gjatë 2 viteve të ardhshme. Distribucioni matematikor bazuar në historinë lek-euro tregon që një vlerësim i mëtejshëm i lekut është i limituar. E thënë popullorçe, rruga në një drejtim është bërë, ndërsa ndërtimi tjetër qëndron një autostradë e tërë. Unë e di ku e ka fjalën Edoni, është që them kjo bëhet një emision më vete, por gjithsesi ne do të bëjmë një koment për këtë. Duke folur pikërisht për kursin fleksibël të këmbimit valutave tuaj, që është detyrim i Bankës së Shqipërisë, ky është modeli që ndiqet, dhe duke folur pasaj se pse njerëzit kërkojnë që të ndryjë Banka e Shqipërisë pak orë më përpara. Disa asociacione biznesi, përfshirë eksportuesit, turizmin, fasonerinë kështu me radhë, kanë bërë pothuajse një ultimatum Bankës së Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare që kërkojnë fiksimin e kursit të këmbimit për një periudhë të caktuar. Unë nuk e njoh këtë mekanizëm, po gjithsesi Banka e Shqipërisë, ju që jeni drejtor në departamentin e kërkimeve, po edhe pyetjet që po bën apo komentet që bën Babameto mund ta çojnë të shpjegojmë cili është roli dhe pozicioni i Bankës së Shqipërisë kundrejt kursit të këmbimit, pavarësisht se ky kurs i sotëm i këmbimit euros me lekun krijon këtë që ka krijuar sot këtë ndikim. Dhe ky ndikim nuk është vetëm tek eksportuesit, po është edhe te importuesit, është edhe te prodhuesit venda, se nganjëherë marrin vetëm të njëjtën. Çfarë mund të bëjë Banka e Shqipërisë në këtë drejtim Altin? Ta filloj një herë me kursin e këmbimit, se është të themi edhe fusha ime e studimit. Në fakt, kursi i këmbimit fleksibël është i adaptuar në Shqipëri që nga viti 1992. Dhe qëndron si i tillë i pandryshuar. Ajo që vëmë re nga të gjithë studimet është që kursi i këmbimit i shërben një roli të jashtëzakonshëm në ekonominë shqiptare, duke bërë rolin e amortizuesit të goditjeve që vijnë nga sektori i jashtëm. Përgjithsisht edhe te kursi i këmbimit do dalë një çik tek ajo që thon
shoqatat e nderuara të prodhuesve, të eksportuesve që janë, të themi, vitale për ekonominë shqiptare, sepse punsojnë, prodhojnë, janë ato që gjenerojnë GDP-n. Kursi i këmbimit shikohet në vetvete, por është, nuk do thosha e gabuar, por do thosha është një çik jo e plot ta shikosh kursin e këmbimit në vetvete. Pse? Në qoftë se do të fiksojmë sot kursin e këmbimit, kjo nuk është se zgjidh problemin. Kjo në vetvete e kalon problemin në një tregues tjetër ekonomik, i cili ka të paktën të njëjtat pasoja që ka kursi i këmbimit. Të marr një shembull? Po patjetër. Një shembull. Supozojmë, problemi është, të themi, humbja e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare në dukje. Më fal, fola gabim. Të një ose disa sektorëve të ekonomisë shqiptare, sepse siç e thatë ju me të drejtë, ekonomia shqiptare përbëhet nga shumë sektor, dikush pa dashje ose pa dëshirë humbet, dikush tjetër mund të fitojë. Por po marrim në disa sektor. Dhe për këtë arsye duhet të fiksohet kursi i këmbimit. E fiksove kursin e këmbimit, por impakti ekonomiko-financiar që ky kurs këmbimi ose kjo luhatje, forcim apo zhvlerësimi i kursit të këmbimit ka çuar në ekonomi, tani nuk është se u ndal, u kalua nga kursi, u kalua tek konsumi, u kalua tek investimi, u kalua tek paga. Dhe rrjedhimisht ky presion tek shoqatat ose tek ndërtuesit, tek prodhuesit, tek eksportuesit nuk vjen më nëpërmjet kursit të këmbimit, por mund të vinë nëpërmjet kërkesës për rritje së pagës nga fuqia punëtore, që në vetvete bën të njëjtin efekt siç bën edhe kursi i këmbimit në rezultatin ose jep të njëjtin efekt në rezultatin financiar të industrisë siç jep dhe kursi i këmbimit. Është një rast i thjesht hipotetik për të shpjeguar, nuk them që mund të jetë në këtë rast kështu, por përgjithsisht teoria tregon që vendosja, fiksimi i kursit të këmbimit është një mekanizëm i përkohshëm që nuk i adreson zhbalancimet ose faktorët fondamental ekonomik e financiar që kanë çuar në këtë zhvlerësim të kursit të këmbimit. Nuk mundet të eliminohen nëpërmjet fiksimit të tij. Këtë e tregon eksperjenca botërore, këtë e tregon edhe studimet. Ka një problematik të vogël që dua ta theksoj. Po patjetër. Fiksimi i kursit të këmbimit në favor të një ose disa sektorëve padashje bën një efekt rishpërndarës në ekonomi, sepse këta sektorë të cilët po vuajnë nga forcimi i kursit të këmbimit do të mbrohen, por sektorët të cilët po përfitonin nga forcimi i kursit të këmbimit të monedhës kombëtare do të ndodhe kundërta. Ky në fakt quhet efekti rishpërndarjes, dhe që të jemi të sinqert, nga këndvështrimi i teorisë ekonomike apo praktikës ekonomike, rishpërndarja është funksion i dedikuar dhe i vetëm i politikës fiskale dhe nuk mund të jetë funksion i politikës monetare. Politika monetare duhet të qëndrojë jashtë rishpërndarjes. Edhe arsyeja është e thjeshtë. Politika fiskale bëhet nga të zgjedhurit në parlament. Këtu ka një gjë pastaj që unë bëj komente dhe komenti im është gjithmonë kundër bankës në këtë rast, sepse unë nuk e pranoj dot argumentin që pikërisht në këtë moment siç e shpjeguat, ju e shpjeguat me shumë dinjitet këtë, sepse unë nuk e kisha dëgjuar, ndërkohë që ju flisit më thotë Gent Kuburi që kompanitë duhet të eksportojnë dhe të importojnë, thotë që të ashtu, po kjo është një çështje tjetër. Po unë për shembull nuk e gjykoj dot që Banka e Shqipërisë dhe ekspertët e saj të fillojnë të trajnojnë bizneset në auditorët e Bankës së Shqipërisë. Kjo është një gjë që është e vështirë për të bërë në këtë moment. Në këtë moment është më e mira e gjithave që mund të bëj ishte pikërisht transparenca, që duhet treguar pse ky institucion nuk e ka tagrin që të bëj këtë që thatë ju. Unë do të argumentoj dhe të thosha pse Maqedonia e Veriut për shembull ka një kurs jo shumë fleksibël dhe mban kursin fiks. Të them një faktor interesant. Po patjetër, prandaj po e bëjmë këtë bisedë. Së fundmi kam pasur rastin të ndjek ecurinë ekonomike dhe financiare, ose kanë analizuar ecurinë ekonomike dhe financiare të ekonomive të rajonit e Evropës juglindore, ose ato që ne i quajmë Ballkani Perëndimor, gjashtë Ballkani Perëndimor. Është një rajon shumë interesant. Ka dy vende të cilat kanë adaptuar në mënyrë të njëanshme euron, Kosova dhe Malizi. Ka dy vende të cilat kanë kurs board të kursit të këmbimit, që do të thotë kanë fiksuar vlerën, ose të menaxhuar, siç është rasti i Maqedonisë, rasti i parë është Bosnia-Hercegovina, dhe ka dy ekonomi që janë Shqipëria dhe Serbia, të cilat kanë një kurs fleksibël të këmbimit. Po të shikoni ju
kanë adaptuar pothuajse të njëjtat politika nga këndvështrimi i stabilitetit financiar. Por në dallim, Serbia dhe Shqipëria, duke pasur monedhën kombëtare, kanë pasur mundësi të adaptojnë dhe politikë monetare. Pra të luajnë me normën e interesit, se në momentin që e fikson kursin e këmbimit me euron, natyra e politikës monetare shkon afër zerosh. Dhe po të shikosh performancën ekonomike të këtyre 6 ekonomive, shikojnë që në fakt diku në mënyrë marginale, po diku në mënyrë dhe më të dukshme, Shqipëria dhe Serbia të kenë më shumë sukses në sjelljen e inflacionit në objektiv dhe në aktivitetin ekonomik. Maqedonia gjithashtu ka një sistem mix që i ngjan dhe Serbisë dhe Shqipërisë, që do të thotë kanë fokusin tek inflacioni, por në vend që ta bëjnë këtë nëpërmjet normës interesit, e bëjnë duke menaxhuar kursin e këmbimit. Ka dhe një koment tjetër që bie dakord dhe unë me këtë koment. Ndryrja e Bankës së Shqipërisë tek kursi është nonsens, thotë Gent Buguri. Kuburi më fal, në treg të lirë nuk ka logjik të ndryjë Banka e Shqipërisë. Fantastike, falenderoj shumë, është e drejtë. Por do të them diçka, nuk është se Banka e Shqipërisë nuk e ndjek tregun e këmbimeve valutore. E ndjek me shumë kujdes dhe interes. Pse? Sepse ka në bazë të rregulloreve të veta, Banka e Shqipërisë duhet të sigurohet që ky treg funksionon në mënyrë optimale. Që do të thotë, nëse në treg vërehen fenomene çrregulluese, dhe kjo është transparente e shkruar në rregulloret e Bankës së Shqipërisë. Deklarata e kërcënimit financiar të ndryrje në tregun valotor për sa në qoftë se tregu ngrin themin ose pushojnë transaksionet, në qoftë se spreadet ose e thën shqip diferenca ndërmjet kursit të blerjes dhe kursit të shitjes rritet në mënyrë jo proporcionale, kalon atë që quhet kufiri i shëndetshëm, apo në qoftë se monedha pozicionohet në një drejtim, pra një zhvlerësim i qëndrueshëm dhe i shpejt për një periudhë të gjatë kohe, që kalon ato që quhen parametrat të shëndetit financiar, Banka e Shqipërisë bën ndërhyrje për të korrektuar këto çrregullime që vihen në treg. Këto nuk ky është funksioni, më thënë. Ky është funksioni i politikës operacionale të Bankës së Shqipërisë. Dhe këto ne kemi shumë raste kur banka ka bërë dhe ndërhyrje të tilla në të shkuarën dhe i ka argumentuar ato pikërisht nëpërmjet këtyre 3 elementeve. Dhe këto element janë të matshëm, pra nuk janë element diskutimi, themi që jo po 5, jo po 6, jo po 7. Banka i mat janë të matshëm dhe i raporton si të tillë. Po më shkruajnë shumë njerëz të cilët sigurisht që kanë edhe mendimet e opinionet e tyre për sa i përket ndryrjes bankës apo jo, veçanërisht edhe për sa i përket mënyrës se si duhet të sillet publiku ndaj monedhave. Pra, qoftë monedhë shqiptare, qoftë edhe monedhë europiane. Po unë do të vazhdoja të qëndroja pak tek ky komunikim i Bankës së Shqipërisë me bizneset, sepse Banka e Shqipërisë, domethënë autoritetet kanë marrë vendim së bashku me Bankën e Shqipërisë dhe me shoqatën e bankave dhe me Ministrinë e Financave që të krijojnë një strategji për të mbrojtur bizneset nga kursi jo i favorshëm, siç e quajmë, dhe disa herë i parasaktuar, i parashikuar, sepse askush nuk kishte shkuar në nivelin që euro do këmbej me 105 me lekun sot e tjera. Dhe nuk shohin ndonjë element të dukshëm që lidhet me ekonominë shqiptare, sepse një lek i fortë i mbiçmuar, siç është ky lek, duhet të tregojë diçka, ne nuk e shohim që ta tregojë në ekonomi këtë gjë. Megjithëse Banka e Shqipërisë dhe Ministri i Financave thotë kemi prurit mira që vijnë nga. Do më falni të them dy fjalë për këtë? Po patjetër, sepse kam interes ta di pse pikërisht është ky mbiçmim. 2 ditë më parë janë publikuar statistikat e sektorit të jashtëm, ose ato që ne quajmë bilanci i pagesave të ekonomisë. Kam parë bilancin, e di. Ishte shumë interesant. Të bën përshtypje që ka një rritje të shpejtë, të dukshme, të flukseve hyrëse valutore. Për shembull, turizmi rritet gati 50%. Remitancat rriten në nivele rekord. I pash edhe ishin vërtet rekord për 3 muajt e parë. Për 3 muajt e parë. Pra ne, që të jemi sinqert, statistikat e këtyre javëve që ne po jetojmë tani do të shfaqen 2 muaj mbas mbylljes së 3 muajorit të dytë. Patjetër. Diku në periudhën e gustit. Si mund që inflacioni importuar shfaqet mbas 2 muaj, se nuk mund të shfaqet drejt për drejt. Vërtet. Se dhe për llogaritje statistikave është një proces që kërkon kohën e vet. Patjetër. Dhe kjo është 2 muaj flas sipas standardeve ndërkombëtare, pra nuk janë standardet e Bankës së Shqipërisë, standardet ndërkombëtare të Amerikës, të Australisë, të gjithë ekonomive të zhvilluara, kërkon një periudhë 2 mujore deri në publikimin e statistikave. Kur të dalin ato statistika, ne do të kuptojmë që vërtet flukset financiare monetare në valutë huaj kanë qenë të larta apo jo. Por ka tregues indikator të tërthort, të cilët tregojnë që duhet të ketë. Cilët janë rritja e shpejtë e depozitave në valutë huaj.
Tregon që këto duhet vinë nga flukse valutore të huaja. Në fakt po përjetojmë që të flasin çik në nivel makro për një periudhë një çik më të gjatë, më afat mesme se sa disa javë. Po përjetojmë një ndryshim strukturor në ekonominë shqiptare. Ishin tregtia e madhrave që dominonte llogarinë korrente, po kthehet tregtia e shërbimeve. Ne nuk kemi parë kurrë një deficit korrent, një diferencë ndërmjet kursimeve dhe investimeve në ekonominë shqiptare në nivelin 3% të GDP-s. Është një shifër domethënëse. Ne kemi pasur eksport mallrave, tani kemi eksport të shërbimeve që është mjaft i rritur, sidomos eksporti digital i shërbimeve është diçka që ka treguar, është vërtet. Dhe ky ndryshim strukturor do të shfaqet qoftë në sasinë apo në natyrën e flukseve të cilat do të hyjnë në ekonomi. Disa njerëz këtu ndryrën dhe thonë që duhet të kemi kujdes edhe pastrimin e parave, sepse një pjesë e mirë vjen nga kjo. Unë nuk e di që Banka e Shqipërisë ka autoritet të kontrollojë këtë gjë, po di që Banka e Shqipërisë ka mekanizmat për ta mbikëqyrur këtë gjë, ajsa mund ta mbikëqyrë, sepse ka agjencitë të këmbimit valutor që i mbikëqyr tërkohën dhe i monitoron, po është gjithashtu dhe drejtoria e parandarimit dhe pastrimit parave që kombinojnë dhe është jashtë Bankës së Shqipërisë, e kuptoj këtë. Po, shiko, në fakt rregulloret e Bankës së Shqipërisë e parashikojnë dhe këtë. Pra nëse do të shkoni me një sasi të caktuar parash një zyrë këmbim valutor, natyrisht që duhet të shpjegoni edhe burimin e këtyre fondeve. Por që të jemi sinqert, domethënë përtej këtij debati që edhe ky është me të vërtetë shumë i rëndësishëm dhe i intereson natyrisht publikut. Ato që flasim si flukse valutore në ekonomi, pra eksporti, importi, janë ato që ne në fakt konsumojmë dhe prodhojmë dita ditës në ekonominë shqiptare. Dhe këto janë flukset që shfaqen në bilancin e pagesave dhe ato që neve shikojmë. Dhe këto duken të larta, të tilla që duket sikur e justifikojnë forcimin e lekut shqiptar. Është i shëndetshëm forcimi i lekut shqiptar në kushte të përgjithshme, patjetër, por duhet mbajtur gjithmonë në vëmendje fakti që çfarë ndodh me konkurrueshmërinë e ekonomisë. Çfarë ndodh me borxhin, çfarë ndodh me koston e shërbimit të borxhit, se janë shumë elementë që lidhen, është vërtet. A janë, të themi, këto zhvillime në kushtet e këmbimit në përputhje me ato që ne i quajmë fundamente të ekonomisë, ku fundamente nuk kuptoj, a reflekton ky vërtet rritjen apo rënien e eksportit dhe importeve, a reflekton ky kurs vërtet investimet e huaja që vijnë apo flukset që vijnë dhe investohen në ekonominë shqiptare e të tjera më radh. Apo një mënyrë për ta parë, si është diferenca e inflacionit në Eurozonë dhe në Shqipëri. Sot inflacioni në Eurozonë është më i lartë se inflacioni në Shqipëri. Po kemi inflacion më të ulët në rajon. 6.7% që mbyllën vitin e kaluar ishte më i ulët. Pikërisht. Pra, ka kuptim që nëse do të ruash diçka, ta ruash në lek, që rrit kërkesën për lek dhe ul kërkesën për euro. Dhe kjo natyrisht e forcon lekun. Më kupton? Pjesa e debatit publik, a duhet ta shes sot lekun apo duhet të shes euron? Si i përgjigjet për shembull një specialist, jo Altini i Bankës së Shqipërisë, po i specialist. Një specialist thotë kështu: në periudha kur ka luhatje të dukshme të kursit të këmbimit, është mirë të mos marrësh vendime. Sepse nuk e di kurse kur e mban ta pjetën apo pjetën, kështu është temi popullore. Dhe më kryesorja që do doja unë të thosha është që analizoni ju lutem të ardhurat dhe shpenzimet tuaja. Nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë në monedhën kombëtare, atëherë duhet mbajtur në monedhën kombëtare. Nëse ato janë në euro apo në një monedhë tjetër, atëherë ndoshta duhet menduar për të mbajtur kursimet apo investimet në monedhën përkatëse. Pse? Sepse kursi është djallëzor, tinzar. Këtë duhet të mësojnë ata që na dëgjojnë. Unë për vetë e di, bile në debatin e fundit që bëjmë me kolegë gazetar, unë prap këmbgul dhe them që nuk i duhet thënë publikut që është më mirë të marrësh kredi në lek apo kredi në euro në këto kushte. Në fakt është më mirë të marrësh kredi në atë monedhë që gjeneron të ardhurat. Ato që këtë ardhurat, aty është më mirë. Po i ke të ardhurat në lek, merr kredi në lek sepse i shpëton kurset këmbimit. E njëjta gjë dhe po që se i ke pikërisht në euro. Pra, në momentin e marrjes së kredisë, individi, familja apo biznesi përballet me një risk, që është risku i si do të heci aktiviteti apo investimet dhe si do të ketë mundësi ta kthejë këtë. Mos i shto dhe një risk tjetër që është risku i kursit të këmbimit. Drejtor, kam shumë pyetje, ka shumë njerëz që më shkruajnë, ju shikoni që unë gjatë gjithë kohës edhe kur flisni ju shikoj celularin dhe zhurmë celulari dëgohet në studio.
është temë që ka interes publik me të drejtën. Prandaj dhe unë kam ngulur dhe them që Banka e Shqipërisë duhet të jetë në tavolinë, sepse asgjë nuk i ndodh Bankës së Shqipërisë, ekspertëve të saj, drejtorëve të saj që të kenë mundësi që të bëjmë këtë debat. Është më mirë kur sepse diskutohet. Por ja që minutat i kemi të kufizuara dhe ne jemi detyruar që ta lirojmë studion për të filluar edicionin e lajmeve Radio Tiranës. Ne kemi qenë për rreth 60 minuta, ende si kemi mbushur 60 minuta me Altin Tankun, drejtori i Departamentit të Kërkimeve në Bankën e Shqipërisë. Mbas 6 muajsh kërkesë bër Bankës së Shqipërisë, më në fund Altin e kam në studio, edhe si mik po dhe si ekspert. Do të kisha shumë dëshirë që Altin të tjerë të Bankës së Shqipërisë të jenë këtu, të flasin për publikun, të flasin për dëgjuesin e Radio Tiranës dhe shikuesin e radio televizionit shqiptar, sepse nga kjo ka një të mirë që marrin informacion, që dinë se si ta menaxhojnë paranë e tyre, që dinë se si ta investojnë dhe ku ta investojnë paranë e tyre, ku ta depozitojnë dhe si ta depozitojnë, pra mësojnë që të menaxhojnë financat financiare, financat familjare që janë pjesë e rëndësishme e jetës sonë. Punojmë, kursejmë, të duam që ato kursimet të shumëfishohen, të shtohen nëpërmjet depozitave kështu me radhë. Isha gjithashtu edhe me miq të tjerë të emisionit Drejt për Drejt, me Edon Babameton që dërgoi pyetjet e veta nga jashtë vendit, me Ferenc Trushin dhe me Kliton Vason, edhe me Gen Kuburin që u bë pjesë e emisionit, po me të shumë të tjerë që s'u përmenda emrat, edhe me Gazhelin, po gjithashtu Ben Gazhelin, që kërkuan që të ishin pjesë e këtij emisioni, po kaq janë minutat tona, kështu që ne kemi ardhur në fund të emisionit ditës sotme, do të rishihemi të martën tjetër me një temë të rëndësishme. Shpresoj shumë që të kemi një temë që lidhet me pagat, me rritjen e pagave, meqense do të jetë një periudhë që ato do të jenë efektive. Madje një temë që unë do ta quaj risi dhe që do ketë edhe tregues interesant. Çfarë ndodh me rritjen e pagave për pensionet e atyre që janë sot në punë, sepse për këtë s'ka folur askush. As qeveria nuk ka folur. Pra nëse kemi sot një pagë X dhe ajo shkon 900 euro, siç mendohet, çfarë do të ndodh me pensionin e këtij që merr sot 900 euro? Është një çështje shumë e madhe në skemën e pensioneve, do shpresoj shumë që ta realizoj të martën që vjen. Altin Tanku, faleminderit shumë që ishe në studion e Radio Tiranës. Ishte kënaqësi, falenderoj edhe miqt që na morën nga jashtë apo na shkruajtën. Gjithashtu dhe unë. Miru takofshim në emisionin tjetër.